Tani, të gjithë të teza, dhe të gjithë të përpjekje, dhe të gjithë të luftë madhe që bënë opozita, në fakt, me të njëjtat ide, e kemi parë në 2017, 2021, 2025, dhe i kemi parë dhe betejat që ka bërë opozita dhe se si përfunduan dhe betejat e opozitës. Tani, me fjalë që është shumë bukur ta dëgjosh. Shumë bukur edhe shumë mirë që ka element të tillë në PD që artikulojnë mirë. Problemi qëndron në realitet çfarë ndodh. Tani, në realitet, opozita është kthyer në shkollë nate, që ta merrni vesh dhe ta dini që si ndodh procedura aty. Kur them shkollë nate, kur duan vinë, kur duan hikin. Kur duan marrin pjesë në përmbledhjet që organizohen, që bën byroja e kuvendit, që bën konferenca e kryetarëve, kur duan hikin. Kështu që shkolla natës ka pas çik më shumë rregull. Ka pas çik më shumë rregull, e drejtë. Është shumë e drejtë, se edhe babi im i shkrit shkollë natë ka pas bë, po ishte inxhinier shumë i zotit. Tani, problemi qëndron që nëse ne themi që po vim në parlament, që të zhvillohet një seancë plenare, dhe në asnjë parlament europian më gjej njët vetëm që të mahet peng foltoria me kërkesën për ta marrë fjalën për procedurë dhe mos thuash asnjë fjalë për procedurën dhe të vazhdosh 6 orë, unë ja thash në fillim, me procedurën, dhe në momentin që vjen për të diskutuar për projekt ligjin, ti të largohesh dhe kjo histori të ndodhi në çdo komision, të ndodhi në seancat plenare, kjo është për mua është krejtësisht e papranueshme. Pra, jo e papranueshme, po është e dhimbshme, se në fakt është opozita më e madhe e vendit. Dhe ne, qeveria shqiptare është e fortë kur përballë ka një opozitë fortë. Nëse ne sot i kemi njerëzit të shesh, i kemi pikërisht se s'ka opozitë. Dhe kjo është e di gjithë Shqipëria. Nuk ka nevoja ta them unë. Problemi qëndron që nuk mund vazhdohet më kështu, se ti kur je dështak në 2017, dështak 2021, dështak 2025, nuk mund vazhdosh më në të njëjtën formë. Duhet ndryshosh taktik. Nuk po e ndryshojnë këtë taktikën. Në fund fare, kur e kuptuan që gabuan, u bën ikën. Nuk është ajo sjellja e opozitës, është ajo që thatë ju, ore rri aty, diskutoje, thuaje fjalën tënde, sepse vërtet ti e mbush Facebook-un tënd me fjalën për procedurë dhe me fjalën për replik. Po nuk i shërben qytetarit shqiptar, nuk i shërben atyre qytetarëve që të kanë votuar ty, e kanë fjalën për opozitën që ka votuar Partinë Demokratike. Dhe ç'a bën? I lanë hapur mini opozitave që bënin zhurmën, edhe që e keni parë se ç'a ka ndodhur në parlament kur ka munguar opozita më e madhe shqiptare. Ndaj, ajo që vlen që të ndryshoj, është të ndryshoj fryma brenda parlamentit. Pra, kur themi që opozita duhet japi idet, vizionin, ne këtë gjë duhet patjetër që ta ndryshojmë, sepse u përmend këtu i Bari dhe u përmendën raportet e Komisionit Evropian, po e keni dëgjuar ju opozitën para se të miratoheshin këto i Bari, para se të kushtet e ndërmjetëve? I keni dëgjuar kolegët e opozitës që çoheshin dhe thonin do ndërpritet, do bllokohet, nuk do ketë kalim të i Barit, nuk do ketë mbyllje të kapitujve. Dhe ne asnjë s'flisë nga ne, jo se nuk jemi të zotë flasim, qofse e keni vënë re, edhe kur kjo seanca e fillimit të replikës edhe të procedurës gjatë 4 orë, 5 orë. Nëse e keni vënë re flasin 30 vet nga opozita, 2-3 nga majoranca. Tashi, mendoni ju që nuk janë zotët majorancës flasin, të majnë hartime. Po nuk është çështja e hartimit, çështja është që ne aty jemi për një qëllim tjetër. Nuk është qëllimi të bëjmë videot për Facebook-un. Qëllimi është që të kalojmë ato projekt ligjet që janë për të kaluar dhe njerëzit kuptojnë 5 gjëra. Këtu u përmend reforma territoriale dhe unë po ju them se prandaj duhet që njerëzit të dëgjonin kush ishte e vërteta sot e reformës territoriale. Cila ishte? Ajo e para, ajo që duhej bërë sot patjetër dhe duhej kaluar kështu, ka lidhje me procedurën parlamentare. Me çfarë procedure ka lidhje? Ka lidhje me ligjin e reformës territoriale, i cili kërkon që ti këtë reformë, ndryshimet që do të propozosh, ti kesh të miratuara të paktën 6 muaj para zgjedhjeve të reja. Zgjedhjet e reja dekretohen nga presidenti të paktën maksimumin në nëntor. Ne duhet që të paktën brenda këtij sesioni, që po themi sot ka qenë data e fundit, po ne e shtym prapë deri datën 30 dhe qëllimisht që të kemi mundësi të kalojmë pjesën, të
kemi të bëjmë ato detyrat tona, të kalojmë për e ishin për të kaluar, këto ndryshime duhen depozituar. Pse duhen depozituar? Sepse ligji e ka që këto ndryshime duhet që t'i kalojnë të gjitha bashkive për 2 muaj, për 60 ditë, gjë që nuk e kanë ligjet e tjera, sepse bashkit duhet të konsultohen për këto ndryshime dhe duhen 60 ditë. Me 60 ditë, me llogarin ton, i bie që është mesi i shtatorit. Më pas do depozitohen si ndryshime në kuvend dhe më pas këto ndryshime që do depozitohen në kuvend duhet të miratohen në komision, pra në komision në reformës territoriale. Jo reformës, në komision e ligjeve. Tashmë reforma ja kalon komisionit të ligjeve dhe i shqyrton si një projekt ligj i ri me ndryshime të reja. Shkojnë me një draft apo me 2 drafte? Një minutë, lutem, vetëm një sekond që ta kuptonin ju, ta kuptojnë shqiptarët njerë, ta dëgjojnë se se morën vesh sot, që pse ndodhi kështu, sepse nëse ne sot nuk do miratohi gjë, do dëgjohi raporti dhe këto ndryshime që mendohet duhet i shkojnë bashkive dhe duhet bashkit t'i analizojnë në 60 ditë, të japin opinionet e tyre dhe më pas këto t'i kalojnë komisionit të ligjeve. Tani ka një gjë. Reforma territoriale, Komisioni Reformës Territoriale është miratuar që në shtator. Punën e ka filluar në janar. Pse? Sepse opozita nuk pranonte të bashkëpunonte, tulej në tryezë që të fillonte punën komisioni. Pra 4 muaj vonesë, 4 muaj në kurriz qytetarëve. Unë ditë ju them vetëm kaq që ne këtu mund të bëjmë debat shumë dhe mund ta shohim Shqipërinë njëri me syze, tjetri pa syze, njëri me zhvillim, tjetri pa zhvillim. Po nëse ne nuk i bëjmë këto 2 reforma për të në një farë mase për të adresuar të gjitha ankesat që janë në çdo raport, që na kanë ardhur dhe nga ndërkombëtarët po deshët ju. Pra, si në reformën territoriale, ashtu dhe në reformën zgjedhore. Nuk ecën përpara Shqipëria. Pse? Sepse janë gjërat me llogari, me laps, njerëzit që merren me këtë punë, ekspertët që merren me këtë punë thonë, nëse ti këtë gjë nuk e bën brenda afatit, atëherë kjo është e qëllimshme që ti nuk don ta bësh këtë reformën territoriale. Dhe nëse ne nuk e bëjmë reformën territoriale ashtu siç duhet, sipas opinionit të qytetarëve, se mos harrojmë, janë konsultuar 3500 qytetarë, demokrat, socialist, pa parti, dhe asnjëherë nuk ka ndodhur që të bëhen aq shumë takime të përbashkëta midis forcave politike me qytetarë të gjithë ngjyrave politike edhe pa ngjyrim politik. Kjo tregon që ka një vullnet dhe një dëshirë për të realizuar gjërat, për të ndryshuar vendin. Sepse nëse ne nuk shkojmë me një reformë të re territoriale që i shërben qytetarëve dhe që sot ishte vetëm të dëgjohej një raport nga mazhoranca dhe nga opozita, çfarë kanë realizuar deri më tash punën, vetëm të dëgjonin punën, ekspertët e PD-s, ekspertët e PS-s, kaq u kërkua. Për kaq nuk u lejuat të flitej në parlament që të dëgjonin qytetarët se çfarë pune është bërë, duhet ishte bërë. Ka filluar në janar, sepse gjithmonë opozita ka bojkotuar. E para, e dyta, në qoftë se kjo nuk shkon dhe nuk shkon sipas programimit që është bërë nga ekspertët, po insistoj nga ekspertët, atëherë ne nëse dështojmë në këtë reformë territoriale, që i shërben qytetarëve, që është analizuar në detaje se çfarë ka ndodhur, çfarë ka patur përmirësim, ku duhet përmirësojmë shërbimin ndaj qytetarëve në të treja shtyllat kryesore, dhe sot që ta dini do diskutojë vetëm shtylla e parë që kishte të bënte me çfarë është arritur për ndarjen territoriale. Dhe shtyllat e tjera, 3 shtyllat e tjera, që kanë të bëjnë me menaxhimin, me financimin, me burimet njerëzore, pra me gjithçka është hartuar në atë projekt nga ekspertët, do të diskutoheshin dhe do të trajtoheshin gjatë gjithë vitit, edhe pas zgjedhjeve, sepse kanë të bëjnë edhe me ofrimin e shërbimeve. Për shembull, nëse sot një bashki duhet ofroj 41 shërbime, ne duhet gjykonim çfarë ofron mirë, çfarë duhet ofroj më mirë, çfarë buxheti ka nevojë. Pra sot ne duhet bëheshim bashkë në një mendje për të dëgjuar 2 raporte. Aq nuk pas gjithë atij debati nuk u realizua as kaq që të dëgjohesh 10 minuta përfaqësuesi mazhorancës, 10 minuta përfaqësuesi opozitës. Pse bëhet kjo? Që t'jeni të qartë gjithë, që ne të kemi mundësi të mos ta çojmë vendin
8 vite mbrapa për të marrë buxhetet dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, që është për bashkitë e vendeve europiane, që quhet ndryshe edhe mbështetja ose kohezioni për të gjitha ato bashki që bëjnë pjesë në tryezën europiane, po nuk e kanë të njëjtin nivel me bashkitë më të zhvilluara të tryezës europiane. Dhe nëse ne këtë gjë nuk e bëjmë dot në kohën e duhur, që të arrijmë që zgjedhjet e ardhshme lokale të ecin me reformën e re, ashtu siç kanë thënë ekspertët, me gjetjet e ekspertëve, ne I humbim këtë mbështetje të Bashkimit Evropian për të realizuar ndoshta ato ose për të adresuar ato ankesa që mund të jenë për bashkitë të vendit që nuk I ofrojnë shërbimet e duhura për qytetarët. Kjo është analiza që duhet I bëjmë ne realitetit shqiptar, dhe nëse ne vazhdojmë dhe ecim me këtë vizion, ne kemi pas jo vetëm ato socialistët që na kanë votuar, sepse në fund të fundit ju e keni parë shumë mirë që në 3 mandate Partia Socialiste ka patur rritjen e saj. Po nuk po merren fare me këtë pjesë, sepse e di që do fillojnë akuzat, I keni vjedhur, I keni bërë. Ajo që mua më intereson është që qytetarët shqiptarë të kuptojnë që pa adresimin e këtyre 2 reformave, ne nuk adresojmë dot ato ankesa që mund të kemi në lidhje me zgjedhjet e ardhshme lokale dhe me zgjedhjet parlamentare që të ardhshmet. Kështu që ne duhet përpiqemi që në kohën e duhur, sipas programeve të analizuar, ajo a thash nga ekspertët, të mos humbim asnjë minutë kohë dhe t'jeni të sigurt që ka patur një tolerancë maksimale. Unë nuk jam antare e Komisionit të Reformës Territoriale, por gjithsesi unë shikoj se çfarë ndodh në parlament, se sa herë lihen mbledhjet që do bëhet mbledhja në këtë datë, sot nuk e bëjmë se kemi këtë mbledhje partie, sot nuk e bëjmë se kemi këtë forum, sot nuk e bëjmë, okej, duhet toleranca, patjetër toleranca, bashkëpunimi, kam qenë, jam dhe do të jem në këtë frym. Por, t'jeni të sigurt që ajo sjellje e opozitës në parlament për të frenuar çdo lloj bashkëpunimi për ligje, sidomos që kanë bëjnë me integrimin Bashkimin Evropian, nuk e forcon Partinë Demokratike, vetëm e zbe fuqinë e saj. E kemi parë se çfarë protestash dhe çfarë arrin, çfarë force ka Partia Demokratike. Kërkojnë tani të shfrytëzojnë protestën, I kanë përzënë në mënyrë të përsëritur